Mirë se erdhët në rubrikën Bëje Vetë me Stella Nikollon. Mirë se erdhe Stella, kënaqësi që je këtu. Si fund vit, si këto ditët e fundit? Po pras, kjo atmosfera ka që ëmbël, ka që dashur, ka që bukur studio, kështu që jam e privilegjuar që jam këtu. Të frymëzon për të bërë ndonjë mask, ndonjë recetë natyrale, si për flokët, ashtu edhe për fytyrën. Me qënë se na vide këto festa tani, kemi më shumë dëshirë që të merremi pak me veten më tepër. Shkëlqejnë dritat, shkëlqejmë edhe ne. Mirë është të shkëlqejmë edhe së brëndshmi, por pse jo edhe së jashtëmi, por kur kemi dritë brënda, shkëlqejmë vetveti dhe jashtë. Ato këshillat e tua ditë për ditë janë shumë të vlefshme dhe gjithmonë janë çfarë të am shëndetshëm, si të kujdesemi për vete. Po e gjetë edhe sot që bëra baklava. Të nejse. Po tani mund t'ja lejoj vetes pak të çedojmë pak, lejohet. Kemi 2 këshilla sugjerime natyrale sot. Atëherë do flasim për flokët apo për fytyrën? Këtë duash ti. Unë jam këtu tani afër aloe verës, është kjo lulja ime e dashur që e përshëndes çdo ditë, çdo mëngjes që e ujit, edhe kam menduar një mask për fytyrën për rrudhat. Atëherë pa humbur koniki, unë kam prerë një gjethe ose një deg aloe vera, e kam lënë 2 orë që ajo të lëshoj pak atë të zbutet apo më shumë. Dhe para se të fillojmë si procedohet, tregojmë ingredientët, sepse mua më merr kjo euforia për të treguar maskat, edhe zonjat më shkruajnë po çfarë u përdor, si u përdor, edhe duhet të jemi kujdesshme. Atëherë kemi aloe vera, vitamine dhe vaj kokosi. Super, një bashkëpunim i të 3 këtyre përbërësve. Të 3-ja janë të shkëlqyera dhe janë ushqyese për lëkurën. Pa humbur kohë, 2 orë kam lënë këtë degën e aloe verës, që të lëshoj pak atë lëngun e vetë, dhe këtu kemi një deg aloe vera të madhe. Po, që ka këtë pjesën e brëndshme, kështu të tullte. Do heqim këto gjëmbat dhe do ta presim në mes. I vetmi sikleti i aloe verës është pikërisht pjesa anësore e gjëmbave. Tani na duhet që të marrim atë pjesën e xhelit të brendshëm, që përdorni edhe për flokët, edhe për fytyrën, edhe për aloet që janë të konsumueshme. Është një pastrim shumë i mirë së brendshmi. Kështu që të flasësh për vetit e aloe verës, janë disa variante, disa lloje. Një lloj më të zakonshëm që e gjejmë në shtëpitë, në ballkonet e gjithë secilit, plus që është një lule që nuk do shumë vëmendje dhe Jo, nuk do shumë për kushtimet, e drejtë është ajo, ke shumë të drejtë. Ka shumë benefite, kujdeset shumë për neve, po dhe ne duhet t'i japim pak vëmendje. Shife, ky xheli bën mrekullin tani. Tani unë bëra pak rëmuj këtu, po. S'ka problem, ne na duhet një masë e vogël, sa të demonstrojmë të tregojmë shikuesve se sa mirë ndërveprojnë këto 3 përbërës për t'i dhënë fuqis, vitalitet, fytyrës vitalitet, edhe ato rrudhat që na bezdisin pak. Atëre, këtu tani shikoni si ka lëshuar atë lëngun e saj, e hedhim te kupa. Okej. Tani këtë si që kemi, unë do kaloj pak të mikseri. Kalojmë të mikseri, bëjmë një përzierje, një përpunim të mirë të xhelit aloe verës me pak ujë që ka shtuar Stella orë përpara, të qëndrojë gjethja. Dhe duhet të theksojmë si gjithmonë që e kemi si moto në këtë rubrikë Bëje Vetë. Vërtet mund të kujdesemi së jashtëmi për rrudhat e fytyrës, por nëse nuk kujdesemi së brendshmi, ndoshta nuk do të kishim ndonjë rezultat me çdo mask që ne përdorim. Kur flasim për kujdesin e brendshëm, të bukurisë së brendshme, flasim për ushqimin e shëndetshëm, flasim për qetësinë shpirtërore dhe sigurisht të qenit i mirë. Se kur je i mirë, këtë reflekton dhe në fytyrë, edhe në bukurinë e fytyrës. Ajo është kryesorja, duhet jemi mirë, kemi atë energjinë e mirë edhe çdo gjë reflektojmë dhe jashtë. Absolutisht. Kështu që xhelin aloe. Ja ku bë si shkum. Tani marrim vitaminën E, do t'i hedhim. E gjem në farmaci? Është gjithçka. Ka një kosto shumë të lirë. Kështu që nuk është se na rëndon xhepin, se gjithmonë duam edhe këtë që mos ta harxojmë shumë. E çajmë pak. Edhe e hedhim lëngun brenda. Edhe kështu siç është, kjo ampule vogël, është efikase, është pak si ngjitse, po vitamina E është vitamina që i duhet lëkurës. Është shumë konsistente. Konsistente, gjel. Ajo e ushqen shumë lëkurën, edhe i jep elasticitetin e duhur. Po,
sidomos kur mungon edhe tani me moshën flas për plus 40 që mungon dhe kolagjeni. Kjo i bën një masazh shumë të mirë. Kështu si që jemi tani, do t'i hedhim dhe 2 luk vaj kokosi. E aplikojmë më pas në fytyrë? Po, të do t'a aplikojmë në fytyrë. Shiko, i ka të gjitha ushqyësit brenda. Mund të jetë një variant që e vendosim në një kontenjer, në një mbajtse, në të qetë dhe në frigorifer. Sigurisht që do t'a vendosim në një kontenjer, sepse nuk mund të t'a përdorim të gjithë. Hapur, po pa tjetër. Edhe kjo ka një të mirë që nuk prishet, mund t'a vendosim edhe në frigorifer. Kjo kur të vete në frigorifer do bëhet pak më e trash. Po, nga kokosi, nga gjeli. Po, kokosi sidomos në të ftohtë fillon atë që ngrin dhe kemi dhe më kollaj për ta aplikuar. Ja, unë për shumë për e përdor direkt për duar, sepse për fytyrën është e shkëlqyer, mendojni për duar, që e që dhe ta efektin e lodhjes. Edhe i hidraton. Shiko si i kanë duar tani, perfekt. Këtë duhet ta lëm 20 minuta, pastaj thjesht me ujë të ngrohtë. Në ditët në vijim. E Edhe përdorim çdo ditë. Gjithmonë duhet përdor çdo ditë që të kemi atë efektin që duam. Super.